Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Para se të filloj ligjëratës, do të kërkoj ndjes për parnon, është të lirum e lëshume parno prej prom masjacie. Po këtu ka inxhiniera si sëllin veti, shkon prekin parnon dhe sot ju mërdhifni këto. Po më vjen keq sinqerisht po a tham, po du të me vënu alarmat e të parnot që mos me prek dikush, që me zonë në vend edhe me jamsu kanunët si du të njeri mësil në gjamit huj. Po kërkoj falje në emër të këshillit parimisht edhe në emrin tim, se dhe thot është ftoft me të vërtet, po s'kemi që ka bëjmë vllazni. Kjo është këto, na kështu jemi. Kemi qef si sëllin me ras dorë, ven e pa ven. Vazhdim me ligjëratën që ka të boje me guslin, ku e fillum në gjumon e kalume, dhe mbetëm të etika dhe tërbia që ka të boje ekonomizimi në ujë. Ashtu si muslimani urdhrohet që me marë gusën edhe të pastrohet, du të ketë parasysh që gjatë guslit, gjatë pastrimit, ketë kujdes që të mos harxhon ujë të tepër dhe të pamas. Dhe kjo dispozit nuk vlen vetëm për Arabi, kjo vlen në çdo vend, sepse uji është nimet dhe bereqet i Zotit, që çdo kush duhet ta ketë parasysh, do thotë që të kujdeset për mos harxhimin e tij në mënyrë pamas apo në mënyrë jo racionale. Dhe njëra nga tërbijet që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes që të mos harxhon ujë gjatë pastrimit të tij apo gjatë kohës kur ai mirte gusl. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El-ghuslu sa'un wal wudu'u muddun." Ai cili ka më ndëgju këtë hadith, ka më ardh pak habi, dhe ndoshta ka me thonë nuk mundet kjo. Natyrisht ka me thonë nuk mundet, sepse na jemi mësu me bollëk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, gusli është një sa, kurse sa'i i ka 5 grushta të mëdhej, 4 apo 5 grushta të mëdhej me ujë mi mush. Kur ti mushish me një enë 5 grushta ujë me një dorë mesatare, jo shumë të madhe, jo shumë të vogël, atë qasaj enës i thënë një sa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, gusli duhet të kryhet me një sa. Kurse thot, abdesi mund të kryhet me një grusht. Me një grusht ujë, që pak a shumë do thot prej 500 gram deri në 700 gram ujë, paraforcisht do thot përmban në vete. E gjithë kjo e bën me dije besimtarit që të ketë kujdes gjatë pastrimit apo gjatë marrjes së guslit. Disa njerëz kanë shku dhe janë anku te Xhabiri radhiyallahu anhu, dhe i kanë thonë nuk është e mundshme që njeriu të merr gusl me një sa. Që të merr gusl me një sa. I tha Xhabiri radhiyallahu anhu, "Kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khayran mink." I tha ti personit, tha një sa me ujë për gusl i ka mjaftu personit që i ka pas flokët më të mëdha se tujat. Dhe ka qenë më i mirë se ti, është kujdes për pastërtinë më shumë sa që e kujdes ti. Kishte për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra dashte me apo me dije më si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësi që guslin ta merr me kaq ujë, ke mundësi dhe ti me bë të njëjtën. Por në pyetja është se a ekziston dëshira për një gjë të tillë apo jo. Përmendmi që personi i cili don të merr gusl nuk i lejohet që të merr gusl nga uji i cili është në një vend, apo na që i themi në gjuhën tonë lofka, apo nga uji i cili rrin gjatë kohë me një vend dhe ndron ose shijen e tij, ose aromën e tij, apo ose erën, apo ngjyrën. Nga
Nga ky ujë nuk lejohet që besimtarit të merr gusull, lejohet me përdor për pastrimin e teshave. Por për gusull, përderisa uji është qerin me një vend, apo është lofk e cila s'ka lëvizje dhe është lofk e vogël, do të dallojnë lofkat e mëdha, ato më shndron në bazen apo në diçka tjetër, është për qëllim për lofkat që janë të vogla dhe nuk lëvizin, e shes se ka marrë ngjyrë të gjelbërt, apo i vjen erë e keqe, apo shihen se ka më të ujit. Edhe uji i cili rrin njëkohësisht në disa vendet që kanë probleme me ujë, kanë kazana të mëdhej, i përmend me meselet një ka një, kazana të cilët nuk arrin litrash të madhe. Kazana të cilët nuk arrin litrash të madhe. Dhe kur ky ujë ndryshon ngjyrën e tij apo aromën e tij, nga ky ujë nuk lejohet që me marr me përdor për gusull, sepse mo e ka ndru natyrën e ujit. E dhe të pas parasysh që përderisa një ujë nuk i plotson këto kushte që të ketë ngjyrën e ujit, shijen e ujit dhe aromën e ujit, që është pa aromë natyrisht, dhe ndryshon në ndonjë aromë tjetër, atëherë ky ujë nuk bën që të përdoret për gusull. Meselen e parë që e përmendmi te gusli është që besimtari para se të merë gusull, këto përmendmi disa mesele, dhe këtë formë të gusti që ta përmendi këto janë gusti i kombinum nga gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në forma të ndryshme, në gjendje të ndryshme ka marrë edhe gusta të ndryshme. Por këtë që ta përmendi këto është forma më e plot, më tamam, që janë mbledh nga disa grat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga disa herë nga shqiptimet e vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendni gustin i cili është gusti i xahiletit, kështu mujna më thonë, apo që maherët është shpërnda më mirë thonë një mendim se ka gusull të vogël, sikur se njeriu do të shqunë në sabah i papastërt dhe çka ka la 3 herë gojën, 3 herë hundrën dhe ka dalë në punë, i palam. Dhe ka thonë ku marr gustin e vogël. S'ka gusull të vogël, gusull ka vetëm gustin që e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo nuk vlen, është e papranueshme në shariat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet që përmendet kur ka dashur që me marr gusull, së pari herë ka thonë bismillah. Përmend me këtu meselën e bismillahit. Ka thonë bismillah sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gustin e ka marrë në dhomën e tij me një enë apo me një korit, sikur ka qenë përpara që ka pas në për dhomat e shpive ka pas hamamxhika, ku s'ka pas vend për kryerjen e nevojës, atje s'ka pas sholje. Edhe në vendin ku ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gustin, s'ka pas sholje për me kryer nevojën e madhe apo të vogël, por aty ka qenë vend vetëm për gusull, vetëm për pastrim. Dhe ujin e kanë mbledh në korit, dhe për këtë shkak edhe ka thonë bismillah. Pastaj ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së pari herë duke i pastruar me dorën e majt organet e tij gjinitale. Duke i pastruar me dorën e majt organet e tij gjinitale. E njëjta formë vlen edhe për femrat. E njëjta formë me gustit sikur që është për meshkujt, është edhe për femrat. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka la durt. Ju të rritë kini telefona, merrni shkruajini o djem. Merrni shkruajini në telefon. Pastaj i ka la durt e tij. Pasi që i ka la durt, ka marr abdes sikur se që mirët abdes për namaz. I ka la durt, ka la do të gojen, ka la hunën, ka la ftyrën, krajin e djathtë, krajin e majt, mes të krys, edhe në fund t'i ka la komt. Te larja e komve ka 2 transmetime, 2 rivajete. Dikun përmendet se si ka la komt, dikun përmendet se i ka la komt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Nuk i ka la komët në vende ku është mbledh uji. Sikurse kur merr njëri gusl në korrit, aty mbledhet uji. Në këtë rast i ka la kom pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund kur ka dalë prej korritës. Në raste kur na kemi kanalizime sot ku uji shkon dhe hec, atë larjen e komëve e ban aty për atë. Kur ta marrësh abdesin i nën edhe komt, nga se uji më nuk mbledhet. Xhamat, nëse ka mundësi një para, ka bajgishi jashtë, solidarizohemi me vllazërit që janë jashtë. Ngushtoni, afroni sikur me qenë për namaz. Edhe në çardak jo shpras, hipni në çardak. Ju ma 300 hipni në çardak, ma të vetën në 3 poshtë. Pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë abdesin, atëherë Enes ka fillu me marrjen e guslit. Të parën punë që e ka bo, ka la kryt e ti të ndershme, sallallahu alaihi wasallam. Derisa përmend Aisha radhiyallahu anha dhe thot se gjujke 3 herë me atë kosin me ujë në kryt e ti. 3 herë me përcejkën që ka pas në zamanin atinve. 3 herë gjujke ujë, e thot Aisha radhiyallahu anha, i mirë ke gishtat i bëjke kështu, edhe i shtike mbrendi të flokëve ti. I shtike fell në flokë, edhe çka i fërkoj ke flokë të mirë. I fërkoj ke flokë të mirë. Të fërkimi i flokëve vlen vetëm për burrat, kurse për të gratë, të cilët kanë bishta apo bishtaleca, tek ata lejohet që mos mi prish bishtat, te gusti që është nga xhunullëku. Kurse nga pastrimi i cili është prej hajzit apo istihazës, apo hajzit apo nifasit, në këtë rast duhet t'i prish bishtat, sepse hajzi kërkon dispozitat veçanta dhe nifasi kërkon dispozitat veçanta. Hajzi është nga cikli mujor që e kanë gratë, kurse nifasi është pasi që gratë të lindin dhe pas 40 ditëve kur pastrohen, atër detyrohet me këtë lloj të gustit, që t'i prish bishtat dhe t'i lanë flokë të mirë, sikurse që e kanë obligim edhe burrat. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lajke flokë të mirë vetëm kryt, aty u ndalke te kryt njerë. Përmendni se lloj-lloj bestytni ka. Lloj-lloj formash ka, dikush thot gjuj ujë gjatë, gjuj ujë të majt, loj komët, loj kryen, do thot, është bo tollovi kjo punë. Kështu është rendi, kështu është suneti. Kështu është gusti që përmendet në formë të plotë. Pasi që ka bo larjen e kokës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka la trupin nga ana e djathtë, duke filluar nga shpatlla e tij deri në fund të kamës. Deri në fund të kamës. Pasi që e ka bo këtë, atëherë e ka la pjesën e majt deri në fund të kamës. Gjithë këtë procedurë, kër e ban fillim në largimin e xhunullëkit, nuk ban me përdor sapuna dhe shampona. Këto i përmend mishtash mesele që janë ma bashkohore. Por se përdorimi sapunit dhe shamponit është masi që ta bësh këtë formë të gustit. Masi që i lan organet gjenitale, çka merr abdes, e lan kryt, e lan pjesën e djathtë trupit, pjesën e majt, e shtash nëse don, që se ki obligim, nëse don, merr dhe përdor çka shampon, sapun apo diçka tjetër që ti e shet udhë dhe ta sysh me për vete. Përdorimi i këtyre do të thotë është e lejume dhe secili sipas vendit vetë e vendos. Nuk ka do të thotë formë caktuar të pastrimit me sapun apo me shampon. Kush si don. Kush si kur don. Te mesela e guslit përmendme edhe meselën tjetër që ka të boje pastrimi i burrit dhe gruas së bashku. Që Aisha radhiyallahu anha tregon se me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam u lajshmi bashk me një ejnë, me një përcek. Edhe me një legen apo me një korit. Që e bën në shprehje meselën se lejohet që burri të sheh auretin e gruas dhe gruaja të sheh auretin e burrit. Dhe kjo në formë decide tregon askujt nuk i lejohet që mu bo ma musliman se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me ndalu një të lejume. Dhe këto mesele janë të qarta dhe asiqare se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u ka la me gjybet vesht. Dihet si mirët gusti, as gruaja e tij. Aisha radhiyallahu anha dhe shumë gra tjera të së të tregojnë këtë formë. Edhe këto mesele duhet
që njëre për gjithmonë mi pas të qarta. Njëre për gjithmonë mi pas të qarta, sepse kështu janë përshkrimet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se ai kompleksi që ka ekzistuar prej më herët që burri është gërdit prej grus dhe nuk është ta nga përceka, dhe se është edhe besimi tjetër që nuk është i lejuar, që disa kanë menduar se nëse gruaja fut dorën në ujë për ta marrë nxehtësinë e ujit, ai uji është bërë i papastërt. Edhe kjo meselë nuk vlen, edhe nëse është gruaja xhunup, edhe nëse është ajo, edhe ajo pala. Lejohet që të ban matjen e nxehtësisë së ujit, përpara e kanë nxjerr ujin me kosi apo me mash. Për dallim prej tani ku ka do të thotë bolera dhe teknika të ndryshme të nxjerrjes së ujit. Por vjen dita, ja sot që nuk ka një fazë rrym, dhe duhesh me nxjerr ujin me shparet, me drum për shembull. I lejohet gruas edhe nëse është xhunup që me mat ujin me këshir me dorë, është i nxehtë apo i ftohtë. Po edhe nëse bie përceka me të cilën pastrohesh në ujë, lejohet që me shti dorën kosi dhe me nxjerr atë përcek. Dhe uji nuk bëhet i papastërt. Dhe uji nuk bëhet i papastërt. Gjitha këto janë disa mesele që kanë të bëjnë me gustin dhe pastrimin e tij. Gjatë gustit lejohet mu kthi ka kibla, lejohet mu kthi ka ana e kundërt e kiblës, nuk ka ndalesë që ndalon kthimin ka kibla. Nëse të bie ashtu veni që ti do të thotë duhesh mu kthi ka kibla kur merr gusl, lejohet. Për dallim prej vendit ku bëhet kryerja e nevojës, aty nuk lejohet. Sholën nuk bën me kthi ka kibla, po. Duhesh me kthi ka lindja apo ka perëndimi, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin disa mesele që kanë të bëjnë me guslin. Kulus Allahu azza wa jall, gjithë natë kemi pas dobi dhe ta mësojmë këtë formë që e njëjta të na sigurojë dhe rahatoj neve, dhe thot pastërtinë në jetë. Maksimum që i lejohet besimtarit me ndet pa u pastru, pa u la, është një javë. Asnjë muslimanit nuk i lejohet që me elon vetëm pa u la më tepër se një javë. Sepse muslimani spaku ditën e xumë e ka obligim me ardhi lam dhe i shpërlam në xhami, spaku ditën e xumë. Nëse jo tjera ditë, spaku ditën e xumë. Dhe përmendmi rastin që e përmendin gazetat italiane frik për një prift i cili 27 vite nuk i shla, sepse tek ata është muslimanok, është devotshmëri. Mendojnë se është mirë dhe afrim te Zoti nëse nuk lan. Te ata ai i cili është më pala është më i devotshëm, më i mirë. Dhe nuk është ta 27 vite të plota. Edhe kur e kanë detyru që mu la, sepse i ka ardhë era stel, era keqe, kur e kanë detyru që mu la, në momentin e parë që e ka prek uj, do të ka dhonë shpirtin në vend, ka vdek aty për aty. Pse? Sepse trupi i tij mos ka pranu uj. Para mendoni subhanallahu çfarë feje kemi na, që na detyron që mu la, na mëson si mu la, na mëson si mu afru te Allahu, edhe kur praktikojmë këtë sunet të Allahut, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.